Policia e shtetit ka finalizuar një operacion të rëndësishëm kundër mashtrimeve financiare dhe krimit kibernetik, duke vënë në pranga një 25-vjeçare në Tiranë, e identifikuar me iniciale MS, e njohur si Melisa Saraçi. Sipas njoftimit zyrtar, e reja dyshohet se kishte organizuar një skem të mirëfillt mashtrimi, duke përshtatur apartamentin e saj në një call center të improvizuar, nga ku synoheshin shtetas të huaj për të bindur të investonin në bursa fiktive. Operacioni i koduar Adej u zhvillua nga specialistët e seksionit të hetimit dhe krimeve të ekonomik dhe financiare në bashkëpunim të ngushtë me drejtorinë për hetimin e krimit kibernetik në departamentin e policisë kriminale. Burime zyrtare bëjnë me dije se ndërhyrja erdhi pas një pune hetimore të mirë organizuar nga informacionet e sigurta në rrugë operative, të cilat quan identifikimin e aktivitetit të paligjshëm. Gjatë kontrollit të ushtruar në apartamentin e ndodhur në rrugën Tishdaia, shërbimet e policisë zbuluan se ambienti ishte transformuar në një strukturë funksionale të ngjashme me një call center e pajisur me mjete teknologjike që mundësonin komunikimin e vazhdueshëm me persona jashtë vendit. Dyshohet se përmes këtyre pajisjeve realizoi kontakti me viktimat, të cilat u prezantoheshin mundësi të rreme investimi në tregje financiare ndërkombëtare. Në cilësinë e provës materiale, policia sekuestroi një sasi të konsiderueshme pajisjesh elektronike, përfshirë 13 njësi kompjuterike, 2 laptop, 5 telefona celular, si dhe materiale të tjera që pritet të ndihmojnë për zbardhjen e plotë të aktivitetit kriminal. Hetuesit dyshojnë se kjo veprimtari mund të ketë qenë organizuar dhe me një shtrirje më të gjerë, duke mos përjashtuar përfshirjen e personave të tjerë. Sipas burimeve nga grupi hetimor, viktimat e kësaj skeme dyshohet të kenë qenë kryesisht shtetas të huaj, të cilët përmes manipulimit dhe premtimeve përfitime të shpejta janë nxitur të transferojnë shumë parash në platforma të rreme investimi. Autoritetet janë duke punuar për identifikimin e plotë të dëmeve të shkaktuara dhe numrit të personave të prekur. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës, e cila ka nisur veprimtaritë përkatëse për fillimin e hetimeve dhe dokumentimin e plotë ligjor të kësaj veprimtarie kriminale. Ndërkohë, policia ka bërë apel për qytetarët brenda dhe jashtë vendit që të tregohen të kujdesshëm ndaj ofertave të dyshimta për investime online dhe të verifikojnë çdo platformë para se të kryejnë transaksione financiare. Ky rast vjen në një kohë kur autoritetet shqiptare kanë intensifikuar përpjekjet për të goditur krimet kibernetike dhe mashtrimet financiare, të cilat vitet e fundit kanë shënuar rritje të ndjeshme duke shfrytzuar zhvillimin e teknologjisë dhe aksesit global në internet.